Një propozim e bëri, e po priti nga dy partner të mundshëm. Veç se në martesë politike nuk u kurorëzua asnjë nga ofertat e kreut të vetëvendosjes Albin Kurtit për opozitarët, me të cilët nuk u morën vesh për ta zgjedhur presidentin. Madje këta i gjetën edhe një shpjegim taktikave të kryeministrit. Zoti Kurti po mundohet që në këto biseda me partitë politike me një nuse mizon dy dhënor, që nuk funksionon. Në aspektin politik në kupton që kryetari i Kuvendit është shefru edhe PDK-s edhe LDK-s. Qeverisi është shefru edhe LDK-s edhe ndoshta të tjerëve. Me ide të kryetarit të partisë së parë nuk merret më hiç Partia Demokratike, të cilët thonë se mendjen më nuk ja kthen asnjë variant. Jo, krye e punë është marrë mbledhja e Këshillit Drejtues. Këshilli Drejtues është organ vendimmarrës mëna Partisë Demokratike të Kosovës. Është diskutuar gjëra gjatë kjo temë, është konstatuar që nuk ka pas seriozitet nga partia fituese. Përdorimi i pozitës së kryeparlamentarit për ta bërë qarën e shefit të shtetit, po llogaritet lojë edhe nga subjektet e tjera, për të cilat vendimi për zgjedhje është marrë qysh kur u votua qeveria e Kuvendi pa marrëveshje me partitë e tjera. Po tallet me gjithë ne, me Kosovën, po shkon drejt zgjedhjeve, veç ka përgatitur një pako financiare, që shënon me shkep pak para zgjedhjeve disa ditë. Vetëse për partinë e Kurtit, punës së të parit të shtetit ende nuk i është vënë pika. Megjithse për subjektin e Lumir Abdigjikut ka një hamendësim pse u distancuan. Prej momentit kur ka pas deklarata që ish presidenti e vendit do të jetë në garë me Lidhjen Demokratike, ju e keni pas që deklaratat e tyre ishin ne s'kemi qa me humb, ne kemi humb boll. Këtu duhet humb lëvizja vetëvendosje. Kjo është gabim. Afati për zgjedhjen e presidentit përfundon më 28 prill.